Basri Rexha, një burr nga Mitrovica dhe një nga të burgosurit e Požarevcit, i cili ka qenë shok që e lije me liderin e vetvendosjes, Albin Kurtin, rrëfeja në një intervistë ekskluzive detajet e një faqeje të rëndë të historisë së Kosovës. Rexha flet se si e ka njohur Albin Kurtin brenda qelisë dhe si u ra dyer për vdekje, e po ashtu si u arrit të merrte veten. Burgu ndodhej në qytetin e Požarevcit në Serbi. Ai burg është mbushur me të arrestuarit dhe të dënuarit e tjerë shqiptar nga të gjitha kampet e riedukimit të Kosovës, sepse serbët pas tërheqjes na morën me vete në Serbi. Albini ka qenë fillimisht në burgun famkeq të Lipjanit. Aty është torturuar në mënyrë më barbare, është rrahur rënd, kurse në mbrëmje, kur është nënshkruar marrëveshja e Kumanovës, është nxjerr nga dhoma prej shkijeve, të cilët e kanë rrahur me shufra drurit shmendurisht. Më 9 qershor 1999 është firmosur marrëveshja e Kumanovës. Atë mbrëmje gardianat nisën grumbullimin e të burgosurve nëpër dhoma dhe në mëngjesin e datës 10 qershor kanë kryer deportimin tonë në Serbi. Në tortura të rënda fizike, në goditje me mjete të ndryshme, shkopin gome, me grushta e shelma, shufra hekuri e litar gome, na kanë rrahur vazhdimisht gardianët, të cilët shanin e bërtisnin ndaj nesh si të çmendur. Pastaj të nesërme na kanë lidhur 2 nga 2 dhe na kanë futur në autobus. Gjithë ditën deri në mbrëmje vonë, ashtu në rrajën e tortura, janë nisur autobusët. Nuk dinim se ku po na çonin, ku do të përfundonim. Rrugës janë dalur autobusët, e kemi dëgjuar se gardianët hamendin dhe disa prej tyre kërkonin të na ndalnin te furrat e xehoreve të Trepçës në Zveçan. Gardianët grindeshin nga mosmarrveshjet mes tyre e në fund autobusët u nisën prap. Rrugës autobusi ndalej kur takonim kolonat e ushtrisë serbe në tërheqje, e ndodhi të futeshin edhe ushtar në autobus, ku u shfrynin mlef ndaj nesh me goditje, sharje, britma. Ne kishim urdhër që ashtu të lidhur të mos shikonim as majtas as djathtas, por të mbanim kokën ulur. Në mbrëmje vonë, autobuset kanë arritur në një vend dhe janë dalur. Jashtë dëgjoheshin britma, sharje serbisht e vaje njerëzish. Para autobusit tonë akoma të mbyllur kishte një grumbull njerëzish që kishin krijuar një korridor të gjatë deri para godinave. Gardianët hapën derën e parë të autobusit dhe filluan të na nxjerrin jashtë. Nga dera e autobusit ne futeshim në atë korridor njerëzish të çmendur, gardian të burgosur ordiner që e përbënin. Ata na godisnin pa ndërprerë me shkelma, grushta, shkopi, ndrurje, shufra hekuri. Ashtu të tmerruar na zbardhi ditëra e nesërme, e cila fatkeqësisht nuk ishte zbardhur për 2 shqiptar si ne. Ata vdiqën, njërin e mbytën atë mbrëmje, kurse tjetri vdiq në mëngjes nga goditjet e pësuara. Mes nesh kishte të lënduar rënd, të plagosur pam njërin nga ne që ishte rënd, i rrahur për vdekje, ishte Albin Kurti, që nuk na pan syt në trupin e tij. Filluam t'i sjellim ndonjë leck nga rrobat tona për t'ia zbutur lëkurën e pjesët e trupit, i tërë ishte nxirr. E mbajtëm nën përkujdesin intensiv për 2 javë të tëra, i shtruam 10 batanie nën trup. Krevate nuk kishte në fillim, flinim në dysheme mbi fleta stiroli, prej më pak se 5 cm të trasha. Vetëm pas 2 javësh Albini e mori veten, ndërkohë që u deshën disa javë të tjera që ai të ecte me këmbët e veta. Megjithse mezi fliste, Albini realisht na jepte kurajo. E them jo se ai është i madh sot, por është e vërteta, ishte i ri. Ne të tmerruar ai thoshte se do të dalim shpejt. O djem, kjo është Serbia, kështu kanë hequr dhe të parët tanë, por ja kanë dalë, kështu fjalësh thoshte vazhdimisht.